Thëmë drejtën, ka dalë një rezultat i cili paka shumë ndoshta është pritur nga se të konsumon edhe pushteti, do të periudha 6 vjeçare e VV-s dhe zotit Kurti, por nuk është pritur ndoshta një ramje të tillë e lëvizjes vetëvendosje, edhe pse ende rezultati dhe numërimi i votave të diasporës, atyre me kusht dhe me post ende nuk ka përfunduar. Ka qenë një numër bukur i madh, 134.000 të regjistruar, mërgata kryesisht jashtë Kosovës, dhe këto mund të bëjnë diferencën. Jo aq dukshëm, por a do kem stabilitet institucional, kem varet që të gjithë politikanët të thojnë mendjes që duhet të bashkëpunojnë, sepse politika në politikë mund të kesh kundërshtar, po armiq është vështirë të rikuperohesh pastaj nëse ke kësaj lloj citatesh apo mendime të tilla. Mendoj që Kosova ka hyrë në një fazë ku është goditur spektri politik nga pjesa dërmuese e trupit votues, që nuk ka dalë në zgjedhje dikon 63.3%. Dhe kjo më duket që nuk është studiuar dhe analizuar as sot e kësaj dite nga shumë, edhe nga niveli politik i partive politike përbrenda, por besoj që as nga, sepse kjo ka ndodhur edhe më herët që të ketë çdo ramje dhe mos interesim për të marrë pjesë në zgjedhje, që mendoj që janë 3 shkaktarë, mund të bisedojmë më vonë, por në pyetjen e juaj të jam konkret, pa një koalicion të gjerë, prap mund të shkojmë në kutitë e votimit në vjesht. Por kush do jetë ai arkitekti për të rikrijuar riciklimet e tilla të zgjedhjeve, mund ta shohim shumë shpejt, edhe kush e ka të vullnet që të ofroj palët dhe partnerët në bisedime, çdo herë është fituesi i zgjedhjeve. Dorë në zemër, fituesi i këtyre zgjedhjeve është Lëvizja Vetëvendosje me 42.9, por nuk është definitive, sipas disa kalkulime me votat e diasporës, po që se lidhet tradicionalisht që në shumicë shkojnë në partinë e vetëvendosjes, atëherë mund të llogaritum që maksimumi zeniti i arritjes së kuotës së përqindjes së lëvizjes vetëvendosje mund të shkojë në 46%. Do thotë, kjo është ai, mund të them, ajo maja ku mund të arrijnë vetëvendosja.